Ishte shitës makinash tani princ, 26 vjeçari zbulon se është djali princit të Belgjikës. Një 26 vjeçar belg ka kaluar nga puna si shitës makinash në një jetë brenda familjes mbretërore, pasi është njohur zyrtarisht si djali princit Laurent të Belgjikës. Clement van der Kerkhoff, i lindur nga marrëdhënia e princit Laurent me këngëtaren belge Wendy van Wanten, është bërë njohur ligjërisht si djali dhe trashëgimtari i tij. Ceremonia e njohëse është zhvilluar në mënyrë diskrete rreth 6 muaj më parë, ndërsa lajmi është bërë publik vetëm tani. Me njohjen zyrtare, djali merr titullin princ, por nuk do të përfitojë pagesë nga fondet publike dhe nuk do të jetë pjesë e linjës së trashëgimisë së fronit belg. Ai nuk pritet marrë pjesë në aktivitete publike të familjes mbretërore. Pavarësisht statusit të ri, 26 vjeçari nuk është i sigurt nëse do të përdor mbiemrin aristokratik Salzburg, pasi shprehet krenar për mbiemrin e nënës së tij. Mund të dua ta bëj këtë, por jam krenar për mbiemrin tim, është shprehur ai për media, duke shtuar se ndryshimi i mbiemrit do të ishte një tradhti ndaj gjithçkaje që nëna ime ka bërë për mua. E mësoj identitetin e babait në moshën 16 vjeç. Historia e Clement është edhe më e pazakontë. Në vitin 2013, kur ishte ende fëmijë, ai u takua rastësisht me princin Laurent në një qendër tregtare, pa e ditur se bëhej fjala për baban e tij. Vetëm në moshën 16 vjeç, nëna e tij tregoi identitetin e tatit. 4 vite më vonë, Clement mori guximin ta telefononte princin Laurent. Pas disa komunikimeve, të dy u takuan dhe ishte vetë princi që propozoi kryerjen e një testi të ADN-s. Analistë, të cilën të dy e kryen në spital, konfirmoi një përputhje prej 99.5% të ADN-s. Historia e tij u bë publike për publikun belg edhe përmes një dokumentari televiziv të transmetuar vitin e kaluar.